fond, shqyqyr zoti gjë këtu. Në krajinën e Mokrës, një zanat i hershëm vazhdon të mbjetoj fal përkushtimit e një njeriu, Xhevit Hykos, 70 vjeçari, është kovaçi i fundit në këtë zonë, duke mbajtur gjallë një zanat jetik për jetën e fshatit dhe banorëve që merren me bujqësi. Punishtën e tij, Xheviti e cilëson si vend qetësie për veten me zjarri dhe çekiçit, ku ai vijon të punojë vegla të ndryshme bujqësore, që prej moshës 22 vjeçare. Unë kam që në 79-ën. Kam filluar zanatin, edhe gjelmë sot, i thonë, 26 vjetë. E kishe pasion, e shinja ndër këtë zanat. Punoj një me hekurat edhe dashoj shumë. Unë 22 vjetë i kam njërë. Edhe që ateres, unë tashi, unë të bëj gjithë veglat që do. Unë jam me pompë, jam hazmatik. Po unë kërry këtu, unë kënaqja, mu s'lodhen. Unë posë bëra i vegël e kam pasion. Këtu s'lodhem, argëtohem. Puna e Xhevitit vazhdon të jetë e kërkuar, jo vetëm në fshatrat e Mokrës, por edhe më gjerë në qytetet shqiptare, ku ai ka klient. Unë kam porosi në Kavaj, unë kam shuar 50-100 vegla në Divjak. Kazma, Shata, nga ata si të Grekut, gjithë Shqipërinë. Unë kam quar dhe Gjirokastër, dhe i kam në foto këtu. I kam quar 2 saçi që është në kroj ftohtë në Topelen, pjekmish edhe 7 vegla. Ishte firmë druri, po nuk ishte zanaci. Do të vete gjersat që ndoj në kambë që të më prite në gjunjët. Unë do punoj se e kam pasion. 70 vjeçari thot se kovaçaria është trashëgimi që duhet ruajtur dhe shpreh se me të njëjtin pasion po trashëgon i biri, pasi nga 18 kovaç që Mokra ka pasur dikur, i fundit është Xheviti.